Jemi në Barcelonë për MWC-n dhe sot do ju tregoj se çka ka marrë në çantën time tek. Çanta që më ka lejuar të punoj pa qenë në studio. Ka shumë gjëra interesante brenda, kështu që fillojmë direkt. Duke nisur që nga çanta që është ky modeli këtu i Lowe Pro, në veçanti Traki BP 250. Një çantë kompakte por mjaftueshëm për të futur të gjitha materialet që më duhen, pa e tepruar me gjëra ekstra. Por do shikoni që mban me të vërtet goxha. Normalisht fillojmë nga gjëja kryesore, laptopi. Laptopi nuk ka ndryshuar, vazhdon të jetë i njëjti MacBook Pro M2 Pro i 2021-shit, pra 16 GB RAM dhe 500 GB SSD. Për mua është më së mjaftueshëm të bëj të gjithë punën time si në studio, si kur jam jashtë. Funksionon super mirë dhe për momentin nuk kam nevojë ta ndroj. Te xhepi i çantës kemi dy çanta të vogla. E para që është kjo nga Bang, një 9 brendi Xiaomi. Çanta ime tek me të gjitha produktet që më duhen, një dritë e vogël, karikusi, kablat e ndryshëm dhe dy SSD-të mia që përdor, një SanDisk për backup dhe ajo kryesore që përdor Samsung T700. Aty kam me të vërtet jetën time brenda. Nuk mund të humbi, kështu që prandaj rrim këtu. Më pas gjejmë këtë, çantën e DJI Osmo Pocket 3 me aksesorët e vet. Një kamerë që e mora me vete ta kisha si backup nëse më duhet të gjyja diçka ose për të bërë një mini vlog. A u përdor? Absolutisht jo. Prandaj nesër kur të kthem në Tiranë do e vendos në shitje. Është një kamerë super e mirë për të gjithë ata që kanë vetëm telefonin dhe duan të gjyejnë me një kamerë, të kenë diçka ekstra, por për mua që kam dy kamera dhe telefonin, kjo si kamera e tretë nuk duhet ai shumë. Gjejmë dhe një powerbank të madh që është i aftë të karikoj edhe laptopin, 20000 mAh i çukte. Kam kohë që e përdor, nuk më ka tradhtuar asnjëherë, super i këshilluar. Gjejmë gjithashtu dhe këto dy aksesorë. Krahu i SmallRig për të kapur kamerën në ambientet nga më të ndryshmet, i cili mund të hapet dhe të marrë formën që na duhet ne për ta vendosur ku të duam ne. Kjo kapet, kjo vjet te kamera dhe pastaj shtrëngohet dhe bëhet super i fortë. Në këtë mënyrë nuk lëviz dhe mund të përdorim për të krijuar disa xhirime pak më speciale. Dhe pas krahut të SmallRig kemi edhe këtë mini aksesorin e vogël nga SmallRig, praktikisht një multi-tool ku mund ta përdorim për gjëra të ndryshme, ka brenda kaçavida të ndryshme, këto gjërat për të hapur, për të liruar quick release plate-et e kamerës, mund të përdoret për çdo gjë. Nuk e kisha një të tillë, e porositë kur erdha këtu, më erdhi dhe duhet të them që bëra një blerje të mirë sepse është kaq kompakt dhe mund ta mbaj të fus në çantë kur të dua. Te xhepi lart gjejmë dy aksesorët e fundit, ky coveri për iPhone 17 Pro Max nga Telesin, MagSafe e çdo gjë tjetër në rast se duhet të përdor një cover, përdor këtë. Meqense sapo më erdhi doja ta merrja në trip dhe ta provoja. Dhe e dyta, ky këtu, një power bank i Xiaomi që shikoni pak se sa i holl është. Sapo ka dal, nuk kushton pak se kushton 60 euro, por do bëj një review për këtë. Prandaj e mora, më duket super i mirë, të shohim nëse nxehet apo jo, duke qenë se është kaq i holl, do keni një review së shpejti. Normalisht dhe portofoli dhe passport holderi ku mban pasaportën dhe disa karta të tjera që duhen për udhtim. Dhe me xhepin lart mbaruam. Te ky xhep i vogël gjejmë kufjet AirPods Pro 3. Nuk mund t'i krahasoj me asnjë kufje tjetër. Kam dhe Sony XM5 në shtëpi, por kufjet e mëdha, pra, po këto AirPods nuk i ndroj dot me asgjë. Dhe te xhepi i kufjeve kemi edhe një palë syze dielli. Këto ditë në Barcelonë nuk ka bërë diell asnjë ditë, kështu që nuk i përdor fare. Shkojmë te xhepi tjetër poshtë tani para se të kalojmë te xhepi kryesor me kamerën, ku gjejmë këtë aksesorin, këtë çantën e vogël të fortë, ku edhe këtë nuk e kisha, e porosita tani dhe më erdhi, ku mban brenda dy bateritë dhe karta të ndryshme. Në këtë rast dy karta që përdor për aparatin. Në këtë mënyrë i kam të gjitha në një vend dhe nuk më duhet i mbaj në çantë të rrezikoj që t'i humbet gjitha. Gjitha këtu super të sigurta. Vjen nga brendi K&F. Më pas kam dy quick release plate nga Ulanzi, janë ato që vjen në tripod që kamera të ngeci direkt dhe me një buton e heq nga vendi mbaron punë. I përdor për gjithë tripodet e mi, duheshin dy ekstra dhe i mora. Karikusi i baterive të aparatit dhe tapat e lentes dhe të sensorit aparatit. Për të mos harruar dhe iPad minin që e kam gjithmonë me vete. Në avion sidomos, në udhtim më duhet shumë sepse kam shkarkuar filma dhe seriale në Netflix dhe i shikoj aty. Për gjatë të tjera në udhtim nuk e përdor shumë, por në studio më duhet jo si prompter, jo si ekrani i dytë. E kam thënë dhe vazhdoj ta them që ky iPad mini për mua është iPadi që bën më shumë sens nga të gjithë. Tani vazhdojmë te xhepi kryesor ku gjejmë kamerën time kryesore, PX30 që momentalisht po xhiron, një mikrofon Sony Shotgun ECM M1,
mikrofoni më i mirë shotgun që mund të gjeni. Dhe normalisht lentja që po xhiro momentalisht, një Sony 1 mm f1.8. Siç e shikoni është goxha wide dhe mund ta afrojm sa të dua. Praktikisht jam kaq nga kamera momentalisht. Shikoni dhe ambientin. Kjo është një lente që e kam marr vitin e kaluar në verë dhe mund të them që është një nga blerjet e mia më të mira që më është dashur me të vërtet shumë. Por nuk është vetëm lente sepse janë dhe 2 të tjera. Në të vërtet mora vetëm 2 lente me vete, por përfundova me 3 sepse një e bleva këtej, sepse një tjetër do e shes. Lentja që kam pasur deri tani Sigma 1850, një lente super e mirë për raportin cilësi çmim, është fantastike, kushton rreth 550 euro, nuk gaboj. Bën punën e vet më së miri dhe më ka shpëtuar me të vërtet nga shumë situata. Një lente që e vendos në aparat dhe mbarove punë, përdor vetëm këtë, nuk të duhen tjera. Por kjo është lentja që sapo të kthem në Tiranë do shitet. Pse e shet, do thoni ju duke qenë se fole kaq mirë për këtë lente, sepse doja një më cilësore dhe që të ishte pak më dhe normalisht nuk mund të mos zgjidhja të këtu. Kalova në Sony 1655 f2.8 G Master Lens. Mund të them që kjo është lentja më e mirë që mund të merrni për APS-C, për sensorin e FX30 dhe aparatet e tjera Sony që kanë sensorin crop. Një lente që siç e shikoni është dhe më e madhe se 1850, por të jep atë mundësinë që të dëgjosh më gjerë, duke qenë se nis nga 16 dhe të afrosh pak më shumë, duke qenë se arrin deri në 55 dhe jo 50. Normalisht butonin autofocus dhe manual focus këtu dhe një buton extra G që mund ta përdorni dhe ta personalizoni si të doni. Pra kjo është lentje e re që i shtohet kitit tim kryesor. Ndërsa kjo këtu bëri punën e vet super mirë. Tani është momenti që dikush tjetër që i duhet ta gëzojë në vendin tim. Te njëjti xhep kemi gjithashtu këtë këtu që është pouchi, pra çanta e vogël për filtrat e ndryshëm, ND filter, mist filter, CPL filter, të gjitha këtu që të rinë të sigurta dhe mos t'ju mbas. Dhe normalisht mikrofonat DJI Mic 3 më shpëtuan event, janë super të mirë dhe gjëja më e mirë që kam bërë është blerja e këtij aksesorit. Kishte kohë që nuk e gjeja, lidhet direkt në kamerë në mënyrë digjitale me anë të hot shoe mountit, vendoset mikrofoni sipër dhe nuk ke vendoset receiveri sipër dhe nuk ke nevojë ta lidhësh me fish me kamerën, jo po prish kamera, jo po bën interferencë asgjë. Pra, kiti ideal. Gjithkohën në event kam xhiruar me Sonyn 1655 që mora dhe mikrofona DJI. Dhe si përfundim është edhe tripodi i smollërikut që momentalisht po mban kamerën për të xhiruar. Nuk besoj se harrova gjë, këto ishin të gjitha produktet që kam në backpackun tim MWC Edition. Besoj është një video pak e shkurtër, nuk është aq shumë e gjatë, doja t'ju jepja direkt produktet, pa u vonuar shumë sepse i keni parë edhe në videot e tjera ku kam shpjeguar për situata të ndryshme. Dhe duhet të nxitoja pak sepse për pak kam check outin atë. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Si gjithmonë, bëni një subscribe, një like dhe një koment nëse keni dëshirë të shikoni video të tjera dhe ne shihemi në videon e radhës në TikTok, Instagram dhe këtu në YouTube.